Seanca dështoi pasi as kësaj radhe nuk mori votat e mjaftueshme komisioni për të organizuar votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, shkruan reporteri.net. Kjo pasi PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Lista Serbe nuk propozuan deputetët për formimin e komisionit zgjedhor. Për formimin e këtij komisioni sot kanë votuar vetëm 48 deputet për nga 85 sa ishin në sallë. Kryesuesi i seancës Avni Dehari tha se seanca vazhdon pas 48 orësh. Ndjekim deklaratat e Vlora Qitakut nga PDK dhe Dim Albashës nga Vetëvendosja. Fatkeqësisht situata absurde në kuvendin e Republikës së Kosovës po vazhdon. Kosova vazhdon të mbetet pa institucione të konstituuara për shkak të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Nuk është në rregull të normalizohet kjo lloj situate. Edhe një herë bëjmë thirrje për reflektim. Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi ofruar zgjidhje. Nuk është koha të barikadohemi, po e ripërsëris, Kosova është shumë më e madhe se secila parti dhe se secili prej nesh veç e veç. Me keqardhje që nuk po kemi lajme më të mira për ju. Edhe njerë faleminderit shumë për punën që po e bëni, për durimin që po e tregoni dhe urime festa. Kjo nuk është opcionale, është rregulloria e punës që imponon që deputetët të mblidhen çdo 48 orë. Mirë, po nuk duhet të normalizohet kjo lloj situate. Kosova ka nevojë për institucione. Qytetarët e Kosovës na kanë votuar për të ofruar zgjidhje për ta, e jo për të barikaduar vetveten. Deri tani këto parti kanë publikuar emrat e kandidatëve për kryetar komunash, ju për keni publikuar emra edhe atje dhe ka shumë Unë nuk do doja asnjëherë që ta përdor këtë sallë këtu për çështje politike partijake të PDK-s, me që më pyetet po ju përgjigjem. Ne kemi pasur mbledhjen e Këshillit Drejtues javën e kaluar, ku është vendosur që kandidaturat të sillen në kryesi, pastaj kryesia i miraton kandidaturat një nga një veç e veç. Jo, disa kanë filluar të vinë. Po besoj që i jemi përgjigjur disa herë kësaj pyetje. Qytetarët e Republikës Kosovës kanë votuar jo shumë muaj më parë për ndërtimin e institucioneve të Republikës. Sigurisht që ne jemi të gatshëm për zgjedhje në çdo kohë, mirë po ne duhet të jemi më të vëmendshëm. Nuk është gjithmonë me rëndësi çka na bjen mirë ne si parti politike, se sigurisht edhe mbas të matjeve, por edhe mbas punës në terren, është e qartë që Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar rritje. Por kjo që ne kemi shënuar rritje nuk do të thotë që ne duhet të imponojmë zgjedhje. Qytetarët na kanë votuar për të ndërtuar institucionet, po nëse janë të pashmangshme, atëherë ne jemi gati. Faleminderit shumë. Të dashur gazetar, të nderuar qytetar, për gjithë besimtarët urime festën e Kurban Bayramit. Na vjen shumë keq që kjo sallë po vazhdon, është e 20 herë që opozita refuzon me marrë pjesë në votimin e themelimit të komisionit, që pastaj e mundson votimin e fshehtë, ku deputetët prap mujnë me vazhdu me votim për kundër apo abstenim. Po s'paku, këtu nuk jemi duke votu për Albolenën, po jemi duke votu për një komision zgjedhor. Deputetët e opozitës po refuzojnë, për neve është absurde, për më tepër refuzimi ndaj zonjës Haxhiu është gjithashtu absurd, është një gru që i ka shërby Republikës për 14 vite, edhe nuk e kanë asnjë vërejtje të vetme ndaj personit në fjalë, e që për mua më jep me kuptu që këta nuk e kanë as me Albolenin, por e kanë me Albin Kurtin. E për besë, për neve, nëse ata dojnë më umot me Albin Kurtin, ata do të me shku më umot në numrat të votimit të qeverisë, jo në kuvend. Sepse ne e kemi kandidu kryeministrin Kurti për kryeministër të shtetit, jo për kryeparlamentar. Prandaj,
Na vjen shumë keq, e di që është e pakuptim, dhe qytetarët e Republikës presin më shumë prej nesh, por ne si deputet televizit vetë vendosje vazhdojmë me votu për, edhe vazhdojmë me bë thirrje që opozita me votu themelimin e komisionit. E njëjta opozitë që ka votu certifikimin e listës sërbe, e njëjta opozitë që ka votu gjykatën speciale, e njëjta opozitë që ka votu zajednicën, e tash unë e kuptoj që duhet të ndërtu kauza në kuvend, po s'po mendoj që kauza më e mirë e tyne është lufta ndaj Albulena Haxhiut ose bllokimi i kuvendit. Unë mendoj që edhe elektorati i tyne morë parasysh që këta kanë bërë gabime në marrëveshjen ndërkombëtare të zajednica, atë gjykata speciale, edhe vetë elektorati i tyne i ban thirrje me votu Albulenën, e cila ka votu kundër në të dyja rastet. Prandaj edhe një herë shpreh keqardhjen për një qëndrim absurd të opozitës dhe ju bëj thirrje gjithë kolegëve deputet të opozitës që të votojnë në seancën e ardhshme dhe të dolin prej këtij ngaçi. Kur keni me zgjedhur kandidatët për këto komunash, edhe personit që zgjedhin të folë në një platformë kanë vendosur mendin nga konstituimi i kuvendit që do të bëhet. Për kryetor komunash ne kemi organet mbrana subjektit që vendosin, do të ketë diskutime, kurse kjo nuk do duhet ta pengonte punën që bëhet në konstituimin e kuvendit. Dhe na vjen keq për ditë feste që do të më paraqit këtu, nëse t'jeni të familjet e juaja, po prapë edhe njerë i bojmë thirrje që opozita ta zhbllokoj kuvendin, të votoj për themelimin e komisionit dhe pastaj vazhdojmë me votimin e fshat. Faleminderit shumë.